Përshëndetje gjithë ju të shenjës së Briciapit. Atëherë, sot do bëjmë parashikimin për muajin qershor edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një muaj të mbarë të gjithëve. Mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit. Këtë video mund ta ndjekin dhe të gjithë ata që kanë ascendenten ose hënën në shenjën e Briciapit. Ju ftoj të ndihni dhe videot e kaluara të këtij kanali. Videot e javës, por dhe tema të ndryshme që postojmë në këtë kanal. Dhe vazhdojmë të shohim energjinë se si do jetë ky muaj për ju. Atëherë, këtu kemi të bëjmë me energjitë shenjave të ajrit, përsëri energjitë shenjave të ajrit, dhe kemi energjinë e shenjës së Demit. Ju shoh që jeni në fillim të këtij muaji, keni marrë eksperjenca në lidhje me situata të ndryshme që keni pasur dhe do përdorni më tepër pjesën e logjikës në fillim të javës, kurse në mesin e javës ju shoh që do tregoni pak të rëmbyer, pak të vrrullshëm në lidhje me fjalët që do thoni. Dhe këtu flasim, kjo mund të ketë lidhje në lidhje me njohjet që keni, me lidhjet ose marrëdhëniet tuaja, ose në rastin tjetër disa prej jush mund të keni lidhje me institucionet shtetërore, mund të jetë për punën e dokumentave, zyra, nuk e di, mund t'i merrni në situata të ndryshme. Gjithsesi, ju shoh që në fund të javës ju do dëshironi të filloni gjithçka nga zerua. Ndoshta për pjesën e beqarëve dëshironi të futeni në një njohje të re. Do tregojeni pak të nxituar ose dëshironi të futeni sa më shpejt në këtë njohje. Dhe ju shoh që do ndiheni shumë entuziast në fund të javës për të bërë këtë fillim të ri. Për gjithë ata që janë në marrëdhënie, duhet keni kujdes pak në mesin e javës, sepse mund të tregojeni të nxituar me fjalët që do thoni. Ju shoh që do tregojeni pak të prerë, por do merrni dhe vendime të rëndësishme në lidhje me marrëdhëniet tuaja. Ose kjo mund të ketë lidhje dhe në lidhje me punën. Ju mund të keni një punë në zyrë ose diçka tjetër, por jo domosdoshmërisht, ose në lidhje me institucione që mund të keni punë të ndryshme gjatë fillimit të muajit. Disa prej jush i shoh në udhëtime dhe ju dëshironi të bëni një udhëtim të shpejtë gjatë javës së parë, dhe do tregojeni pak të nxituar në lidhje me këtë udhëtim. Por mund të tregojeni të nxituar te vendi i punës, me fjalët që do thoni, mund të tregojeni pak të nxituar në lidhje me situata të ndryshme që mund të jeni. Gjithsesi në fund javës ju shoh që do ndiheni me entuziazëm, do jeni më mirë, dëshironi të hidhni hapa para, të bëni fillime të reja, mund të jetë një bashkëpunim, një projekt, një partneritet, ose ju dëshironi të përmirësoni në fund të javës marrëdhëniet për gjithë ata që mund të kenë disa situata të tilla. Por ju mund të filloni dhe një bashkëpunim të ri, një çështje profesionale të re, nuk e di, një partneritet, një negociat ose diçka tjetër në fund të javës. Dhe vazhdojmë në lidhje me javën e dytë. Në javën e dytë ju shoh që keni të bëni me energjitë shenjave të ujit, të zjarit përsëri. Ju mund të keni dhe ascendenten ose hënën në këto shenja. Gjithsesi, për pjesën e beqarëve, shoh që do futeni në një fillim të ri. Është një person që ka emocione, ju do dëshironi ta bëni këtë fillim të ri, por ndërkohë dëshironi të lini mbrapa periudha të vështira që keni kaluar për një kohë të gjatë. Për të bërë një njohje të re, për të futur në një lidhje të re. Ndërsa për pjesën tjetër mund të jenë fillime të reja në lidhje me projekte të ndryshme, me bashkëpunime, me fëmijët tuaj, ose në lidhje me situata të ndryshme, mund të jetë një partneritet, një bashkëpunim, një kontratë që dëshironi të bëni gjatë mesit të muajit. Ju shoh shumë entuziast në lidhje me këtë, por ndërkohë
jeni të gëzuar me këtë kontratë që do bëni, por ndërkohë do keni dhe lajme të mira. Për gjithë ata që kanë pasur një projekt, një bashkëpunim që ka zgjatur për një kohë të gjatë dhe ka qenë pak i lodhshëm, shoh që do çliroheni nga kjo situatë duke hyrë në një partneritet tjetër ose në një bashkëpunim ose në një marrëveshje tjetër. Dhe kjo ka lidhje edhe me situata të ndryshme. Dikush prej jush mund të ketë mbajtur përgjegjësi në punë, në familje, për një kohë të gjatë, ju mund të keni bërë dhe dy punë njëkohësisht dhe kjo gjë ju ka lodhur, por ju do t'i thoni stop për të ndryshuar situatat në fundin e javës së dytë. Dhe vazhdojmë në javën e tretë. Në javën e tretë, këtu kemi të bëjmë energjitë shenjave të zjarit, energjitë shenjave të tokës që jeni dhe ju vetë, dhe energji të shenjës akrepit. Atëherë, në javën e tretë, ju shoh që jeni në pritje të një përgjigjeje. Flasim për pjesën e beqarve, për gjithë ata që do futen në një njohje, ju futeni në këtë njohje dhe në fillim të javës së tretë jeni duke pritur një përgjigje nga ky person. Nëse do dëshiroj që të futet në këtë, ta vazhdoni këtë njohje që keni bërë ose jo. Për një pjesë tjetër mund të jeni në pritje të një shtatzanie, mund të jeni në pritje të një pune, të një bashkëpunimi, për gjithë ata që do fillojnë që në javën e dytë. Dhe për pjesën tjetër që do mbyllin projekte, bashkëpunime ose situata të vështira që keni kaluar, atëherë ju shoh në pritje. Disa prej jush ndoshta dëshironi të largoheni jashtë shtetit ose nga një qytet në qytetin tjetër, nga një vend në vendin tjetër dhe do jeni duke pritur një përgjigje në lidhje me këtë gjë. Ose për disa të tjerë mund të ketë lidhje edhe me pjesën e dokumentave. Shoh në mesin e javës, ju shoh më tepër keni punuar shumë, por të ardhurat tuaja nuk kanë qenë ato fal punës që ju keni bërë, dhe kjo gjë ju ka krijuar vështirësi, ndoshta nga ana ekonomike ose do t'ju krijoj, dhe ju dëshironi ta lini mbrapa këto situata për të filluar diçka tjetër. Ndërkohë, për një pjesë tjetër do keni një transformim shpirtëror, por dhe ndryshime të mëdha që do vinë në jetën tuaj. Dhe këto ndryshime mund të jenë në lidhje me dashurinë, për gjithë ata që dëshirojnë të futen në një njohje. Të gjithë ata që mund të jenë duke pritur një përgjigje, ju dëshironi të ndryshoni statusin tuaj dhe deri në fund të javës sikur e mbyllni atë momentin e pritjes për të bërë këtë fillim që dëshironi. Për pjesën tjetër, ju dëshironi të ndryshoni diçka në lidhje me punën ose në lidhje me anën tuaj ekonomike. Dhe vështirësi që ju mund të keni kaluar si në punë edhe nga ana ekonomike, ose për një pjesë tjetër mund të ketë lidhje me fëmijët tuaj. Mund të ketë lidhje me pjesën e dokumentave, ose edhe në situata të ndryshme që ju mund të jeni. Gjithsesi, e rëndësishme është që në fund të javës së tretë ju do pësoni ndryshime të mëdha, por këto ndryshime do vinë për mirë tek ju. Dhe shoh që do keni surpriza pafund. Dhe vazhdojmë në lidhje me javën e katërt. Dhe në javën e katërt jemi te energjia e shenjës së Demit, kemi energjitë shenjave të ujit dhe energjinë e shenjës së Dashit. Ju shoh në fillim të kësaj javës së katërt, ju do jeni në një situatë ku ju do besoni intuitën tuaj, në lidhje me fillimet e reja ose me një ndryshim të madh që do vinë në jetën tuaj. Ndërkohë ju shoh që do hiqni dorë nga gjërat që keni besuar deri në këto momente, duke futur besime të reja. Si në lidhje me dashurinë, ku ju do besoni që ky person është personi i jetës tuaj dhe të vazhdoni me këtë person. Në rastin tjetër, mund të mendoni që diçka nuk ka funksionuar në punën tuaj. Ndoshta ju i keni bërë gjërat ashtu si duhet, por puna ose një projekt ose një bashkëpunim që ju keni pasur nuk ka funksionuar ashtu si ju keni dashur. Dhe ju do ndryshoni besim në lidhje me këtë gjë, ose dhe në situata të ndryshme. Ndërkohë, një pjesë prej jush do jeni në flerte, në romanca, dhe në fund të javës do merrni iniciativa në lidhje me këtë. Disa mund të keni edhe në një udhtim që do shkoni, aty mund të merrni iniciativën në lidhje me një person që mund të takoni. Ndërsa për një pjesë tjetër, shoh që do keni lajme të mira, do jenë lajme të mira
në lidhje me fëmijët tuaj, me punën, nga ana ekonomike, në bashkëpunime të ndryshme që keni, por dhe me karrierën tuaj. Gjithsesi, në fund të javës do keni kontrata të rëndësishme, dhe këto mund të jenë kontrata pune, kontrata për largime jashtë shtetit, kontrata sepse ju shoh në udhëtime. Ndërsa për një pjesë tjetër mund të jetë kontrata shtëpie ose kontrata të ndryshme që mund të keni gjatë kësaj periudhe. Ju shoh shumë entuziast në lidhje me këtë gjë, por duhet keni pak kujdes në lidhje me kontrollin, sepse shoh që në fund të muajit, sikur dëshironi të ushtroni pak kontroll në lidhje me situata të ndryshme që keni. Por gjithsesi është një muaj mirë, është një muaj fantastik, thjesht duhet keni kujdes në javën e parë, sepse ju shoh të nxituar, ndoshta ju mund t'tregoni edhe pak, si mund ta them, pak fanatik në lidhje me marrëdhëniet, në lidhje me njohjet, te vendi punës ose diçka tjetër. Gjithsesi, keni fillime të reja, keni lajme të mira, ju shoh që do keni ndryshime të mëdha gjatë këtij muaji. Dhe do merrni iniciativa të rëndësishme në lidhje me punën, mund të keni negociata të ndryshme, mund të keni kontrata pune, bashkëpunime, është një muaj fantastik. Dhe marrim dhe një mesazh nga angjëjt dhe shohim. Dhe kemi numrin 3. Këtu ju shoh që është mesazhi numër 3. Dhe ju thot, është një periudhë shumë e pasur, thot, po lindin ëndrat tuaja. Përqafoni veten, por dhe të tjerët. Dhe kjo do të thot që është një periudhë e pasur me mundësi, flasim. Dhe mund të keni mundësinë në lidhje me fillimet e reja, në një dashuri, me njohje që dëshironi të bëni, mund të ketë mundësi në lidhje me punën, me bashkëpunime, me partneritete, ose kontrata të ndryshme që ju do bëni, mund të ketë mundësi në lidhje me udhëtimet që dëshironi të bëni, por ndërkohë mund të ketë edhe mundësi edhe në lidhje me pjesën e dokumentave. Gjithsesi, varet se çfarë ju ëndërroni të bëni gjatë këtij muaji. Dhe e rëndësishme është që ju të përqafoni veten tuaj në lidhje me iniciativat që do merrni, por ndërkohë edhe personat e tjerë që ju mund të jeni në marrëdhënie, në njohje, në lidhje ose edhe te vendi punës me kolegët, me koleget tuaja, por dhe në situata me fëmijët tuaj, por dhe në situata të ndryshme që jeni. Gjithsesi, është një muaj fantastik edhe në lidhje me shenjën tuaj. Ju uroj një muaj të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Atëherë dëgjojmë në video të radhës.